Atëherë më lejoni t'ju falenderoj për kohën e kaluar në përsjellje të takimit të radhës, të parin pas qëndrimit publik dhe vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës se LDK tërhiqet nga çdo kërkesë për përfaqësim institucional dhe e redukton diskutime dhe interese në çështjen më thelbësore, atë të Presidentit të Republikës. Në këtë takim të parë diskutuam në vullnet të mirë për kriteret dhe profilin potencial të presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës së Kosovës. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si do duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet t'i ketë. Dhe këto kriteret janë të qarta, ju lutem që t'i besoni jo vetëm orientimit ton 37 vjeçar, po vetë vlerave për cilat LDK-ja qëndron. Një president që e don Republikën, e mbron Republikën, e ushtron demokracinë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një figurë që e shtron unitetin politik ashtu siç i takon me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra nuk duam një president të parëndësishëm, por një figurë e cila është respektuar dhe ushtron me dinitet funksionin më të lartë shtetëror. Jam i bindur se Kosova ka figura të tilla, por gjendja dhe çështja dhe tema në përgjithësi është shumë sensitive dhe kërkuam periudhë diskutuese të brendshme brenda subjekteve tona dhe konsultative edhe me shoqërinë secili në mënyrën e vet, para se të vi me emra konkret në takimin e ardhshëm. Pra unë di që fokusi edhe i popullit të Kosovës është për emra specifik, sepse fundja presidenti është emër specifik, por për këtë na duhet ende kohë. E mira e këtij procesi është se gjërat janë shumë të qarta, pra po flasim për çështjen e presidentit dhe LDK-ja s'kërkon asgjë mbrapa, kërkon vetëm stabilitet institucional në mënyrë që Kosova të ketë mundësinë e qetësisë së kërkuar e të munguar tash e sapo. U dakorduam që të vijmë me emra konkret në takimet e ardhshme, por që në fund të ketë një emër, sepse presidenti s'mund të ketë disa. Dhe meqense po flitet për emra, atëherë duhet të kemi konsultime të brendshme, jo vendime. Sepse vendimi duhet mirë të pasi të ketë dakordim politik për një emër të caktuar, pra çështja është më e komplikuar. S'mund të marrim vendime për një emër, më pas të insistojmë në atë emër, meqense në atë moment atëherë ai emër bëhet pozitë partijake, për cilën nuk jemi të interesuar. Pra fillimisht duhet të ketë dakordim politik, dhe më pas duhet të ketë vendime individuale. Por ju lutem që të keni mirë kuptim, sepse mos të harrojmë, po flasim për emra konkret, eventualisht do të vijmë tek emri konkret, dhe para se të flasim për emra publikisht, do të flasim me individ caktuar, të cilët mund ta ushtrojnë këtë detyrë ose edhe dojnë ta ushtrojnë këtë detyrë. Prandaj nuk është as e thjeshtë. Ajo që është e rëndësishme ta kuptoni është se ka vullnet për të bërë një zgjidhje të qëndrueshme për Republikën e Kosovës. Për ne, për LDK-n, është shumë e rëndësishme që të ketë vlera dhe bindje presidenti apo presidenti i ardhshme që e mbron Republikën e Kosovës dhe LDK-ja gjithmonë Kosovës i ka dhënë president të jashtëzakonshëm dhe këtë herë do ta bëjë një të tillë. Jo, s'kemi folur sot për emra konkret. Kemi folur për profile, për fusha, për profesione të ndryshme. Asnjë emër i përmendur deri më tash ose partijak ose që ka ngjyrime partijake nuk është pjesë e diskutimeve. Na japni kohë që të kemi konsultime.